Policia shqiptare ka arrestuar personin I cili u shtirë si biznesmeni dhe ish presidenti I Kosovës Bexhet Pacolli, duke arritur t'i marrë një hoteli në kryeqytet shumën e 25.000 eurove. Iriu ka kontaktuar me Radisson Collection Morina Hotel I sipërmarrësit Julian Morina, duke I kërkuar disa mijëra euro të cilat pretendoheshin se do të shkonin për një iftar në muajin e shenjtë të Ramazanit. Me një shkrim me problematika të theksuara gramatikore të cilat bien në sy, mjaftoi vetëm një emër kontakti I Bexhet Pacollit dhe bashkangjitur foton e ish presidentit të Kosovës për t'ia dalë mban që të gënjej financiarët e këtij hoteli. Albanian Post ka publikuar foton e të riut I cili hyn I shkujdesur në ambientet e hotelit, duke veshur një kapele në përpjekje për të mbuluar portretin e tij. Ai ka arritur që përmes skemës së mashtrimit të marrë një herë 12.000 euro, ndërsa herën e dytë 13.000 euro të tjera. Këtij rrengu nuk I kanë shpëtuar as figurat të tjera të njohura, si presidenti I klubit të futbollit Partizani, Gazdemi, por me këtë të fundit nuk ja doli dot mban. Policia dyshon se mbrapa tij fshihet një grup I strukturuar, për të cilin ka nisur edhe hetimet e imtësishme dhe detaje të tjera priten në vijim. Kujtojmë se në Shqipëri janë regjistruar edhe me 10 raste të tjera ku biznesmenët kanë rënë prej mashtrimeve, duke u dhënë personazheve anonim me 10 mijëra euro, të cilat janë kërkuar në emër të zyrtarëve të lartë të vendit si Edi Rama, Taulant Balla, Erion Veliaj, Ermal Dredha e Rakip Suli, por edhe disa ministra të tjerë të qeverisë socialiste. Pas kësaj skeme, dyshohet se qëndron shtetasi Florian Gjergji, I shpallur prej vitesh në kërkim nga policia. Biznesmeni nga Kosova, Bexhet Pacolli, ka denoncuar një skemë mashtrimi që po kryhet në emër të tij në Shqipëri. Në një reagim, Pacolli shprehet se persona të caktuar kanë arritur që të kopjojnë të dhënat dhe numrin e tij të telefonit dhe përmes WhatsAppit kërkojnë para në emër të tij. Politikani nga Kosova thotë se personat kanë kërkuar shuma nga 10.000 deri në 95.000 euro me pretekstin se I duhen urgjentisht. Sipas tij, disa persona kanë rënë prej këtij mashtrimi, ndërsa shton se në dieni u vu nga një mik I tij një ditë më parë, I cili e kuptoi se nuk ishte ai nga mënyra e të shkruarit. Biznesmeni apelon qytetarët që nëse marrin mesazhe të tilla të denoncojnë menjëherë në polici. Kohët e fundit janë shfaqur grupe kriminale të sofistikuara që po përdorin metoda të ndryshme për të mashtruar njerëzit dhe për të përfituar shuma të mëdha parash. Fatkeqësisht një rast I tillë ka ndodhur edhe me identitetin tim në Shqipëri. Një person I panjohur ka përdorur fotografinë time dhe përmes teknologjisë digjitale ka imituar edhe numrin tim të telefonit. Ka kontaktuar disa nga miqtë e mi përmes WhatsAppit, duke kërkuar para me justifikimin se më duheshin urgjentisht në Tiranë dhe se do t'i ktheja ditën tjetër. Mesazhet ishin të tipit: tani urgjentisht më nevojiten para në Tiranë, po e dërgoj dikë t'i marr dhe nesër vije ua kthej. Këto kërkesa kanë qenë për shuma të mëdha, nga 10 deri në 95.000 euro. Fatkeqësisht disa persona kanë besuar dhe kanë dërguar para. Vetëm në një prill një mik I vëmendshëm kuptoi se mënyra e të shkruarit nuk ishte e imja dhe më njoftoi menjëherë, shkruan Pacolli në rrjetin social Facebook. Ju lutem mos u mashtroni, unë nuk kërkoj para nga askush. Nëse merrni ndonjë mesazh të dyshim në emrin tim, mos reagoni, por njoftoni menjëherë policinë ose më informoni mua direkt. Të gjithë së bashku mund të kundërvihemi këtyre mashtruesve të paskrupuj. Ju kërkoj ndjes për shqetësimin dhe ju falenderoj për mirëkuptimin dhe besimin, shprehet ish presidenti I Kosovës më tutje.